jo do të thritemi përfaqësues të tyre, për shembull, shoqëria civile, për të dëgjuar dhe për të dhënë mendime, por do të vinë jashtë parlamentit. Pra do të vi komisioni dhe do të organizojë, Kuvendi i Shqipërisë do të organizojë me të tillë aktor jo politik, tavolina diskutimi mbi këtë draft dhe mbi ato që mund të propozohet më tej se sa ky draft ose zgjidhje që propozohen në këtë draft. Kjo është një gjë ndryshe, është një metodologji pune ndryshe e cila e bën në parim, nuk e di në praktikë se sa do të ndodhi. Procesin e bashkëveprimit më efektiv të shohim se si do të ndodhi. Dhe nëse do të ndodhi kështu, unë besoj që neve në pranverën e ardhshme do kemi ligjin për financimin e partive politike shumë më të mirë se sa kjo që do të trajtojë këto probleme, shumë më mirë se sa i trajtojnë këto dy ligje që kemi sot, ligjin për partitë politike dhe kodin zgjedhor, problemet të financimit të partive politike. Zoti Meçe, jeni optimist që të paktën këtë problematik të financimit ndoshta nga palët e treta në disa prej takimeve që kemi bërë dhe ne së bashku si gazetar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, fenomeni online-it mbetet një problem shqetësues, por nuk është ky thelbësori, se padyshim palët e treta mund të jenë edhe financimi kështu jo të ligjshëm të parave që i bëhet forcave politike. Vë disa besoni që mund të ketë një rezultat pozitiv. Se kam besuar së edhe njerë këtë, sepse jemi në një teren ku politika bën çdo gjë. Në format. Sipas licencionit sot ekzistojnë të gjitha hapësirat ligjore për ligji i ka të qarta, ku KQZ-ja mund të sot në këtë moment të vepë përpara përgjegjësisë penale edhe sponsorizime të partive. E ka ligji sot. Sepse thot brenda 15 ditë, për çdo 15 ditë duhet paraqitesh raporti financiar, kur bëhet fushata duhet paraqitesh raporti, ajo ka drejt auditimit, të bëj kontrollin. Por ne kemi problem të madh. Çështja Basha kishte për një lobing financuar nga rusët. Çështja e LSI-s për një lobing financuar nga rusët. Çështja Berisha për lobime që vjen 6 milion euro. Pse duhet të bëjmë ligje kaq sofistikuara në kur gjërat janë kaq thjeshta? U financua tjetri në mënyrë konspirative dhe pastaj u bë një dokument se kur u financua me 1,5 milion euro. E. Pra këtu ligji është, dispozita është, pushteti është, nuk zbatohet zotëri. Dhe unë ajo që më shqetëson është që të tre këto që flasin për lobinge në Amerikë. Dhe të treja implikojnë shërbime ruse në Amerikë. Me influencë pas edhe me pasojë në Shqipëri. Ka që është e mjaftueshme që çështja e financimit partive të mos jetë çështje e një ligji i cili unë nuk e di, do marr kapitullin e ligjit që është tani për financimin e partive, e ka. Domethënë, ligji mbi partitë ka kapitull në financimin e partive, ligji i Komisionit Zgjedhor zgjedhjeve ka përsëri kapitullin e financimit dhe mënyrës se si kontrollohet, i ka më kapitullit. Dhe i ka dhe me ato kapitull sot KQZ ka gjithë pushtetin të bëj kontrollin. Por mua po më del ky problemi tjetër. Se unë kam ndryrjet financimeve ruse dhe ne sot nuk jemi të aftë që në kuadrin e sigurisë kombëtare të fillojmë të zbërthejmë dhe të vëmë përpara detyrimit edhe moral, edhe politik, por edhe ligjor persona të cilët janë implikuar me financimet ruse. Me financimet të cilat kanë pyetje të mëdha se nga vinë 6 milion euro zotëri kontrata. Edhe na dal ka një shoqat atje që shoqata e cila e do Shqipërinë edhe financon ka 6 milion euro me kallafosin. Atëherë do thoni që nuk ka asnjë lloj burimi serioz ose pikërisht. Po zotëri janë për tre çështje penale serioze që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, financim partive nga burime ruse. Nga burime ruse mor. Ka të bëjë me sigurinë kombëtare, s'ka të bëjë me financim partish. Ne kemi problem këtu që partitë tona po na financojnë nga burime ruse dhe tani diskutojmë nëse një sipërmarrës që nuk e dim kush është. Një person anonim në Amerikë financon 6 milion euro një kontratë lobimi të Partisë Demokratike dhe ne flasim tani si do t'ja bëjmë në Shqipëri me këta që kanë 10.000 sa aq është kushti. Maksimumi 10.000 euro mund t'japësh me ligj. Bile më duket se 10 milion, duket 1 milion është. Jashtë ligjit. Po, pikërisht për tani, nuk se nuk funksionon ligji. Ka pa këtë çështje, jo pa qëllim ka pa këtë, për të kuptuar që ai kryetari i Komisionit Zgjedhor të mos dalë dhe thotë duhet ligjëri. E ka ligjin dorë ta zbatoj. Nëse ka.
Edhe ka ligjet e saktë ka. Jo, nuk është kështu. Dhe prokuria jon, Ky nuk është opinion, kjo është akuzë. prokuria jon, po ta apo ligjit ta nxjerr tani bile se ja marr me këtë punë, ja marr me këtë punë. Çështja është të kuptojmë se nuk padyshim pa futur akuza fare. Sepse 30 ditë mbasi mbaronte certifikimi i zgjedhjeve, duhet të gjithë paraqisin materialin atje. Dhe ka paraqitur materialin Partia Demokratike për 1,5 milion mbas aq kohë që kishte bërë kontratën me Laci Vitan. Dhe kujt i mbush mendin ajo që Laci Vitan erdhi këtu me gjithë atë lobing që bëri për 1,5 milion euro? Ku? Prandaj janë informale gjërat. Po ai 6 milion që na doli ajo shoqata Andeja, që na doli një partizan, një bamirës i Sali Berisht dhe financoi 6 milion, që është harruar tani në Shqipëri. E ke dëgjuar më të fritë për të? Në kontekst nuk do rregullohet kjo çështje. As ka për rregullë njëherë për mua. Për sa kohë që diskutojnë elemente sigurisë kombëtare, po them elemente sigurisë kombëtare, nuk po them financimin këtu. Si çdilte tjetër edhe thonte kam mbledhur 10 milion euro me financim nga antarët e partisë. Dhe kur viun te ku i ka antarët e partisë? I kemi sekret. Për lebës të thuaj me Profesor, koment të fundit mund të fshihen në të tilla ta ngarkosh Komisioni Qendror të Zgjedhjeve me gjithë të përgjegjësi do të thotë që ndaj tij të bësh një akuzë shumë të fortë. bëj pa merak fare bile. Po sa dëgjon njëri. Sepse ligji nuk ja ka krijuar asnjë mundësi. Midis të tjerave ajo që diskutohet sot është problemi nëse a do të ketë fuqi investigative apo jo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si institucioni përgjegjës për financimin e partive politike. Shtrohet pyetja, do ketë apo jo? Që do të thotë sot ai nuk i ka këto. Nuk e ka mundësi të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të gjej, të gjurmojë dhe të identifikojë burimet e financimit. Jo, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve di se çfarë bën për kontrollin dhe transparencën apo jo, çfarë bën vetëm lexon dokumentat që i dorëzojnë partitë politike. Dhe këto dokumenta nuk i lexon komisioni, po i lexojnë njerëz që i merr komisioni, i angazhon, të cilët i paguajnë